Vuani nga kapslloku ja 3 produktet natyrale që do ju shpëtojnë. Një mënyrë e mirë për të luftuar kapslokun është të përgatisni një lëng me këto 3 përbërës natyral. Kivi, një frut i pasur me fibra dhe vitaminë C. Kivi është laksativi më i mirë, sidomos në qoftë se ju vendosni ta konsumoni me stomakun bosh. Portokalli, fal përmbajtjes së acidit citrik, ky frut ndihmon në pastrimin e zorrëve. Farat e lirit, të pasura me acide yndyrore dhe fibra, farat e lirit janë një kurë fantastike për trajtimin e kapsllokut. Nëse ju i shtrydhni këto 3 përbërës bashkë dhe e konsumoni këtë lëng çdo mëngjes me stomakun bosh, atëherë ju nuk do të vuani më nga kapsloku dhe, përveç kësaj, ju do të pastroni edhe zorrën e trashë nga të gjitha toksinat e grumbulluara në të.